Ndërkohë që gjendja e grevistëve në Marines përkeqësohet nga dita në ditë, ende nuk ka asnjë reagim nga kompania Bankers Petroleum dhe as nga institucionet. Grevistët të cilët kanë patur përkeqësim të gjendjes shëndetësore, Eduard Selami dhe Bledar Dano, pohojnë se mbeten të vendosur në kauzën e tyre, teksa paralajmërojnë edhe për shkallëzim të mëtejshëm të grevës së urisë. Është dita e 6 e grevës sot, edhe nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi. Unë po marr injeksione pothuajse për ditë, ka ardhur ambulanca këtu, edhe nuk na kanë mbështetur asnjë lloj na shteti apo na kompania. Nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi. Gjithë këta njerëz që janë mbledhur këtu, 10 veta në grevë urie, kanë një interesim nga këta, apo kanë një ndjeshmëri nga këta, të paktën nga ana njerëzore, nuk po flasim politike apo diçka tjetër, se ne jemi këtu, jemi zero politik gjithë. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur, Dritan Shahu, puset e naftës në mungesë të punonjësve po monitorohen nga punonjës të firmave nën kontraktore, por kjo nuk e zgjidh situatën. Tu operohet deri tani me disa nga nën kontraktorët e shoqërisë Bankers, duke futur punonjës edhe në profesionet që atyre nuk u takojnë, duke bërë kështu lajm dhe rrezik për jetën e tyre dhe shëndetin e tyre, pasi janë jashtë profesioneve që ata kanë përditshmëri dhe detyrohen të bëjnë dhe punë të tjera. Si grevistët, ashtu edhe punonjësit të cilët vijojnë bojkotin e punës, theksojnë se nuk do të tërhiqen deri në arritjen e një zgjidhjeje konkrete për rritjen e pagave dhe përmirësimin e kushteve të punës.